Lavdi dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, përshëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Erdhi koha që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të bëj thirrje edhe kryetarëve për rreth Arabisë. Ndërta ishte edhe Kisra, mbreti I persëve. Normal, kur shkoi ambasadori I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për ta thirrur Kisran, ai e shikoi me një sy shumë të ulët. Edhe në atë kohë arabët nuk I konsideronin ata që ishin përreth tyre asgjë. Dhe normal e ktheu prap, edhe ja grisi thirrjen që ja kishte dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu ja shkatroft pushtetin atij. Edhe normal do të thonë pushteti I tij shumë shpejt u shkatru. Ki se rezultati asaj se e ndjente vetën se është mbreti I gjithë botës, siç e ndjen veten po ashtu edhe dikush tjetër kohën e sotit, edhe pa marrë parasysh se u bëhet pa të drejtë të tjerëve, ai nuk e ka në konsiderat një gjë të tillë, po shiqon vetëm interesat e tyre të përgjithshme që I kanë. Këtu shfrytëzoj rastin ta falenderoj Allahun xhaleshanuhu dhe ne të gjithë ta falenderojmë Allahun fuqiplot që erdhi koha, elhamdulillah, që të arrihet një marrëveshje për armëpushim mes atyre që kanë ushtruar gjenocid. Ka domethënë që 2 vite dhe palestinezëve të cilët I bën ballë jo vetëm Izraelit, por I kanë bën ballë edhe superfuqive. Siç e dim të gjithë ne, po elhamdulillah rezultati I asaj se ata ishin të këmbgulët në çështjen e tyre, edhe ata nuk mundën që ti çvendosin prej Gazës, prej vendit të tyre, se në jetë ishte ashtu, normal. I përdorën krejt mekanizmat, po nuk mundën. Ju e dini ata, dilin edhe thonin, ne këtu, edhe fillun të gjithë, do më thonë, shumica e tyre ti mban qefinat me vete. Do më thonë, ne nuk lëvizim për vendit tonë. Edhe kjo ishte si rezultati asaj që I dha buj edhe botës, po edhe falenderimi këtu I takon edhe popullit të botës, popujve të cilët me miliona janë ngrejt kundër këtij gjenocidi. Si në Itali, edhe pse pushteti nuk donte një gjë të tillë, por populli, civilët, e panë se kjo do më thonë është mari për mbar njerëzimin ajo që ndodh. Nuk duhet ta zgjati shumë, po përmendi him të ajo, ki e ndjete vetën krenar shumë. Edhe nën kontrol e kishte edhe Jemenin.
që ato të rima tash që i dini të Jemenit. Edhe që për fat keq vetëm Jemeni prej shteteve arabe ka qenë këmbgulës një gjatë të tillë. Edhe Jemenin Kisra, domethënë mbreti i Persëve, e kishte edhe Jemenin nën kontroll. Dhe i dërgoi përfaqësuesit të vet në Jemen, Badhan e Qushin, një shkresë dhe i tha: është paraqit një person atje ka Arabia, ti marrësh, ti urdhrosh di ushtar të fortë. Sa ato, mendimi ati do më thonë se Arabët janë të dobët, edhe një dy ushtare kryejnë atë punë. Dy ushtarë. Edhe thot, le ta marrën dhe ta bien të ti, e ti ta biesh të unë, pastaj ta bëj tërbije për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka pasur. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Allahu xhaleshanu kur thot wallahu ya'simuka minan nas. Dhe Allahu ti o Muhammed do të mbrojë nga njerëzit. Edhe për këti momenti që i ka ardhur kjo ajet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ushtarët që apo njerëzit që e rushin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i largoi, tha, e ka marrë për garancë Allahut një gjë të tillë. S'kam nevojë për njerëz. E kryesore, ki Badhani kur e merr letrën prej Kisras, edhe më njerë i saktojnë një dy vetë, një dy ushtarë të fort, fuqishëm, se mendje ti ka qenë më thonë se a i dhe të rezistojë. E këte dy ushtarët dhe më thonë dhe krynë punë. Edhe normal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në xhami, kur vin ato mbrejnë në Medinë. Edhe i drejtohen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ishe, pamjen e kanë pas dhe më thonë jo të hishëm. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty dive, kush u ka urdhëruar juve që mustaqet të lishoni, ato mustaqet gjata, ndërsa mekrat t'i ruani. Ata thënë, zoti jonë, do më thënë kretari jonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ja thot hadithin që, do më thënë, besimtarët duhet mekrat t'i lëshojnë, ndërsa mustaqet t'i presë. E shifni edhe në raste shumë të vështira, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon dispozita. Kjo ndodh vetëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato i thonë, ne kina ardhur të marrëm ty. Edhe porosin e kina prej Kisras. Do të thonë superfuqi ka qenë. Persat atë. Thot, në rregull, po thot, do të vini nesër. Unë do të vini me ju, ama nesër. Edhe ato e bëjnë një konsultim, thonë tamam, ne do presëm son të këto, edhe nesër do të vini. Kur vini të nesër me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thot, ai që u ka dërgu juve, ai ka vdek. Djali i ti e ka mbyt. Në më thonë, u të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka që ka ndodhë në Persi, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Medinë e din. Normal Gjibrili i ka të regu. Edhe kush, edhe kur, mbram, thot. Edhe këto një konsultime bëjnë, thot, e di dërgojmë, thot, do shkojmë di të regojmë Badhanit, përfaqësuesit tonë në Jemen.
se kështu ka thonë ai Muhamedi për të madhin ton Kisra. Edhe shkojnë, edhe i tregojnë. Badhani ka qenë i mençur. Thot të analizojmë pra këtë çështje të presën, normal se për me ardhë një shkres prej Persëve, prej Persije, deri në Yemen shumë gjatë. Mbas 2-3 jave vjen lajmi thot filon datën, filon ditën, në filon kohën Kisraja ka vdek apo është i mbytur nga djali i tij. Atëherë ato habitën. Edhe thonë, me siguri ki qenë ka pejgamberi Allah. Dhe pra asaj kohë edhe e pranën Islamin, edhe jemenasët e pranën Islamin, po ashtu fillon depërtoi Islami, edhe te persët, vetëm se pakës ma vonë. I sotit, i kësaj gjumaje, Allahu Xhaleshanu na bën për atyre që kur i dëgjojmë fjalët e Allahu Xhaleshanu, t'i marrëm, t'i analizojmë, edhe t'i studiojmë pastaj dhe t'i zbatojmë. E mos na bëft për atyre të cilët vetëm i lexojnë edhe as pak nuk i analizojnë, dhe as pak nuk u shkon ndërmend që t'i praktikojnë. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز المنان.